Demokracia nuk ka hala në truvën shqiptar. Kështu u shprehën një shtëpërndjekurit politik në një aktivitet të zhvilluar në Shkodër, në kuadër të ditëve të kujtesës që simbolizojnë qëndresën ndaj persekutimit komunist. I shtëpërndjekurit politik thanë se qeveritë shqiptare në 35 vite nuk kanë bërë asgjë për këtë shtresë. Për këto 35 vjetë politika shqiptare nuk e ka kryet detyrën e vetë ka si kësaj shtrese. Me shumë premtime, por sot jemi në një gjendje të dëshpëruar. Ma pak se gjysa atyne që kanë të drejtën e shpërblimit për vujtjet e tyne nuk janë shpërbly. Ma shumë përpjekje e guxim për ju si popull, se pa guxim ju s'mund të shkapërteni as 1 metër kanal. I pranishëm në aktivitet, drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Shkodrën, Luciano Boçi, tha se Shqipëria drejtohet sot me të njëjtën frymë nga të njëjtët persona si në kohën e komunizmit. Ata që janë sot, janë po ata që ishin dje dhe kanë lindur nga i njëjti bark. Janë të njëjtët që realizojnë këtë luftë me vlerat, me parimet e lirisë dhe demokracisë. Dhe prandaj ne duhet mbajmë lart historinë dhe kujtesën. Në Shkodër gjatë viteve të regjimit monist janë pushkatuar rreth 600 persona, 3.000 të tjerë janë burgosur, ndërsa mbi 1.900 familje kanë qenë të internuara.